tash 15 vjet e laj njëri me thonë që u interesua sa është. Me paken para 5 ditë si u kanë ujë për të mollën zot mos e pas njëri si ka lokni. Në për fushata i napin ton do të bëjmë, ton do të kthejmë. Kjo nuk është në rrugë që ka në vështirësi, paktën 2-3 kamiona zhavar, i fadromi herë në 2-3 muaj. Rruga është katastrofë. Këto kur bjen shi për zotin bëhet, domethënë liçe e krejt, i shef gropat, vjen me bicikletë, bjen grop. As se i shkomenja ku i fare me u marrë me këtë sport. Si nuk është e vështirë, më këtu nuk ka burë, du të me pas qizme, sot karaj shi, sot nate, du të me vesh qizme në kalu rrugë. Rruga në Dobraçtëri prej 30 vitesh është një problem i madh për banorët, të cilët e kanë ngritur vazhdimisht shqetësimin për amortizimin e saj. Megjithatë, pavarësisht premtimeve të njëpasnjëshme nga pushteti vendor, situata vetëm sa është përkeqësuar. Kjo rrugë është kthyer në një makt të përditshëm për banorët të cilët përballen me vështirësi të mëdha për të lëvizur. Gropa të mëdha të mbuluara nga uji e kanë bërë thuajse të pakalueshme këtë rrugë. Sa herë ka rreshje shiu, rruga bëhet e rrezikshme dhe për këmbësorët. Shpeshherë ka sjellë edhe aksidente të vogla për këmbësorët që përpiqen të kalojnë mes gropave, ndërkohë rruga është bërë shkak edhe për dëmtimin e automjeteve. Banorët shprehen të indinjuar pas kamerave nga pushteti vendor duke theksuar se janë lodhur nga premtimet boshe ndër vite. Ata kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje nëse nuk ndërhyet në rikonstruksionin e rrugës. Institucionet përgjegjëse ende nuk kanë reaguar për këtë shqetësim duke i lënë banorët në pritje prej vitesh. Mbetet për të parë nëse zëri i banorëve do të dëgjohet këtë herë apo rruga në Dobraçtëri do të mbetet sërish peng i premtimeve.